Ndero Baban ishte pjesa që u ngjit në skenën e teatrit Zinisako si një bashkëpunim i aktorëve të teatrit të Fasanos në Itali dhe teatrit të Gjirokastrës në kuadër të projektit Herald. Në fokus të saj ishin dy figura femërore historike që kanë sfiduar detyrimet të cilat u imponohen për shkak të traditës, Burneshës shqiptare dhe Franca Violës, e cila ka refuzuar për herë të parë në Itali martesat e detyruara. Ky bashkëpunim është mënyra më e mirë edhe shembulli më i mirë për të thënë se sa të rëndësishme janë bashkëpunimet institucionale mes brenda vendit, por në këtë rast me që flasim për jashtë vendit. Shfaqja Ndero Baban është një bashkëpunim dy kulturor. Gjatë shfaqjes ne flasim dy gjuhë të ndryshme, madje tre sepse ka dhe anglisht. Ka dy histori të ndryshme, të cilat kanë po aq sa të përbashkëta me njëra tjetrën, aq edhe gjëra që i ndajnë nga njëra tjetra. Është në qendër të shfaqjes historia e Burneshës, një figurë tipike shqiptare, të gjithë ne e njohim shumë mirë se çfarë është, dhe nga ana tjetër, nga ana e kulturës italiane qëndron historia e Franca Violës, femra e parë italiane e cila refuzoi martesat e detyruara. Ne shkuam në Itali dhe e krijuam aty shfaqjen, e ndërtuam dhe pastaj gjatë gjithë eksperiencës dua të theksoj që ka qenë një feedback jashtëzakonshëm, po flasi artist, për ne artistat, bashkëpunimi mes kolegëve të ndryshëm, ne shqiptar dhe ata italian. Përveç se shkëmbimi i metodave të ndryshme me të cilat të dyja vendet punojnë në raport me profesionet e tyre, por edhe ndjeshmëritë e ndryshme. Si shqiptar kemi ndjesi të ndryshme në raport me një fenomen të caktuar, si italian ata kanë ndjesitë e tyre në raport me një fenomen të caktuar, po në fund të ditës ne gjithë jemi njerëz, pavarësisht kombësive, dhe ndjesitë janë ato që na bashkojnë. Ndero Baban mban autorsinë dhe regjinë e David Marzit dhe erdhi në 3 gjuhë, shqip, anglisht dhe italisht. Edhe për aktorët italianë ishte një eksperiencë e mrekullueshme. Grazie mille per questa. Mira, falenderime për këtë mundësi dhe jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Projekti të bën të njihesh me gjuhë dhe kultura të ndryshme. Më pëlqeu ky binjakëzim i teatrove që aktorët shqiptar punuan në Itali dhe ne erdhëm këtu. Ishte një bashkëpunim frytëdhënës, kishte shumë dashamirësi. È stata un'esperienza. Ishte një eksperiencë e mrekullueshme sepse më vleti për të nxjerrë në pa aftësitë e mia aktoriale duke luajtur në gjuhë të ndryshme. Keni një qytet të mrekullueshëm, të mbushur me kulturë, traditë, bukuri dhe ne gjetë momentin përveç provave ta shfrytëzonin për ta shijuar. Propri amici o alla propria famiglia. Organizimet në kuadër të javës së kulturës italiane në Gjirokastër do të vijojnë me shfaqjen e filmit Mia, kushtuar këngëtares italiane Mia Martini.